Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër besimtar, të gjithë ata që kanë vendos me ardhe me vizitu Mekën e bekuar, kemi 5 këshilla për ata që dëshirojnë me ardhe me vizitu Mekën e bekuar. Këshilla e parë është: shikoje niyetin tënd. Shikoje niyetin, qëllimin, pse po vjen këtu në këtë vend. Apo vjen vetëm për turizëm, ndoshta në Dubai ke qenë, në Egjipt ke qenë, në Jordani ke qenë, në Tajland ke qenë, apo dhe vendet të tjera i ke vizitu, ke thonë ta vizitoj edhe Mekën e bekuar. Mirë po, kjo vizit nuk i përngjan atynve. Atynve vizitave nuk i përngjan, sepse për këtë vizit çdo hap që e bën do të shpërblehesh te Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye, shikoje niyetin tënd për çfarë arsye je duke ardhur këtu. Se çdo vepër në Islam shpërblehet sipas niyetit, sipas qëllimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innamal a'malu binniyat. Vërtet, veprat shpërblehen sipas qëllimit, sipas niyetit që e ke. Nëse ti e ke sinqerisht për hir të Allahut Azza wa Jall, vallahi Allahu Azza wa Jall nuk ta humb ty asnjë frimarje që e bën, asnjë gjem që të hyn në dorë, asnjë vrasje që të bëhet në kom apo në dorë apo dikun, nuk ta humb Allahu Azza wa Jall për çdo mundim. Allahu Azza wa Jall ka me shpërbly ty. Andaj, pika e parë është që të kujdesemi për niyetin. Edhe nëse nuk e ke niyetin e mirë, rregulloje niyetin, sepse niyeti ka mundësi rrugës mu rregullu. Edhe kemi shumë raste në jetën e përditshme edhe në historinë islame. Njënin prej rasteve kemi Omerin radiallahu anhu. Omeri thuhet ka shku me mbyt Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, mirë po rrugës e ka ndryshu niyetin. Po ashtu kemi edhe thanje të dietarëve të cilët kanë thënë se shumë herë kena kërku dituri, mirë po se kena pas niyetin për hir të Allahut, mirë po dituria nuk ka pranu, vetëm e qenë dituria për hir të Allahut. Andaj, edhe nëse e ke pas niyetin e keq, përmirësoje niyetin para se me mri në Mekën e bekuar, që çdo hap të shpërblehesh, sepse ti mos haro, ti je misafiri i Allahut Azza wa Jall. E Allahu Azza wa Jall e di vetëm ai se si e shpërblen misafirin e tij. E dyta, mos haro mirësjelljen dhe durimin. Mirësjelljen, vëlla jemi dashur, ti e tregon spari edukatën e atij vendit për nga vjen. Nëse vjen nga Kosova, e tregon edukatën e banorëve të Kosovës. Ti je ambasador, pa marrë parasysh se ku të shkon. Ti je një ambasador. Ti e përfatëson, domethënë, atë vendin tonë. Për këtë arsye, jo vetëm në Qabe, po edhe në Gjermani nëse shkon, edhe në Tajland nëse shkon, edhe ku du shko, ti duhesh me e pas sjelljen e mirë, e tregon domethënë vlerën e popullit tonë. E kësaj shtoja domethënë nëse jeti edhe musliman, domethënë ti 2 ambasador i 2 sendeve je, edhe i shtetit tonë, edhe i fesë tonë. Pra, duhesh me pas mirësjelljen e mirë edhe durimin. Këto të dyja shkojnë bashkë. Pse? Se çdo vend ku është një vend i madh, ka vizitor shumë, e sidomos në Mekën, Medinë, sidomos në do vende për shembull ku shkon në vendet e mëdha, aty ka vizitor. Edhe aty ka tylli farnjeri. Ka me edukata të ndryshme, ka njerëz që janë ignoranta total, dhe ai ka ndoshta sjellje të këqija, mirë po ti nuk bën mi pas si sjellje sikur të atij. Ti duhesh me pas sjellje të mira
edhe me duru, nëse të shanë, ose nëse të ofendon diçka, ti me pas zemrën e pastër, me mendu mirë për ato dhe me arsyetu atë vllaun tënd. E treta, vëllezër besimtar, është mos e humb asnjë moment pa dhikr, pa e përmend Allahun Azza wa Jall dhe pa bo dua. Se çdo vend këtu është me vlerë. Edhe çdo vend ku të shkon, mundohu me bo dhikr, me përmend Allahun Azza wa Jall edhe me bo dua. Sepse ti, nëse shkon me një vend, ti je udhëtar, e duaja udhëtarit është e pranuar te Allahu Azza wa Jall. Po ashtu, mos lejon një vend me shkel dikun pa e përmend Allahun Azza wa Jall, sepse çdo sen ka me dëshmu ditën e gjykimit. Mos tjetë një vend që me dëshmu për ty keq, me dëshmu për ty se ke pas sjedhjen e keqe, moralin e keq, ke sha, ke ofendu, e kështu që mundohu që ai vend ku të shkosh ti, ku të shkelish, me dëshmu për ty. E sidomos qabja, e sidomos vendi ku ka zbrit Kur'ani, ku ka zbrit feja Allahut Islami, sidomos në këtë vendin e shejt, me përmend Allahun Azza wa Jall. Thuaj Allah subhanallah, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah. Nëse nuk din asgjë, bën dua, ngriti durt në qiell dhe lutë Allahun Azza wa Jall për të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Kërko prej Allahut Azza wa Jall çka dush për ty, për shokët e tu, ata që kanë kërku prej te lutje, kërko për ata prej Allahut Azza wa Jall. E katërta, kthehu ndryshe. Nëse ke ardh dhe ti nuk je kon namazli i rregullt, jepja besën Allahut Azza wa Jall se namazin e ke fillu në Kabe, në venin më të mirë, në rrezullin toksor. Prej këtu hitja ke dhon besën Allahut Azza wa Jall se ti do ta fal namazin. Nëse je kon motër, pa mbules, ke ardh pa mbules në Kabe, je mbulu, dije se Allahu po don shumë. Dije se Allahu po don shumë. Ta ka mundsu se në venin më të mirë, më të bekum, me vënu mbulesën. Jo kur të kthehesh me hek, se qaj që ta ka bërë obligim mbulesën këtu, e ka bërë mbulesën obligim edhe në vendin tonë ku jeton atje. Andaj, mos u kthe prap në mëkat. Mirë po, le të reflektoje kjo vizit të cilën e ke bo për hir të Allahut Azza wa Jall në jetën tënde. Nëse nuk je kon namazli, fale namazin, vazhdo edhe mos e le. Nëse nuk je kon me mbules, mbulohu motra jeme. Nëse nuk i ke pas raportet mirë me antarët e familjes, rregulloj. Nëse i ke hin hak dikujt, shko kërkoja halalëk. E kështu do me thonë që kjo me reflektu, e jo mu këthy sikur qysh ke ardhë me thonë edhe një herë. E pesta dhe fundit vëllezër është mos haro me falenderu Allahun Azza wa Jall që ta ka mundsu me bë ty këtë udhtim. A din sa njeri ka parë edhe ma shumë se ti, edhe ma shumë se unë, mirë po Allahu Azza wa Jall nuk ja ka mundsu atyre me arë këtu këtë vendin me vizitu. Atynve, Allahu nuk ja ka mundsu, e ty ta ka mundsu, falenderoja Allahun Azza wa Jall dit e natë. Dit e natë falenderoja Allahun Azza wa Jall se ka pranu mysafiri ti. A din sa njeri ka miliona, harxhon ndoshta për një natë ato që i harxhon ti për 10 ditë. Mirë po Allahu nuk ja ka mundsu ati. Andaj, falenderoj Allahun Azza wa Jall edhe bën dua te Allahu Azza wa Jall që t'ja mundsoj të vinë edhe ata që nuk kanë qenë domethënë me vizitu këtë vend. Andaj, falenderoj Allahun Azza wa Jall. Edhe kur të kthehesh, falenderoj Allahun Azza wa Jall dhe bën dua që Allahu përsëri ta mundson
që të vish dhe të vizitojsh këtë vendin e bekuar. E lusim Allahun Azza wa Jall të gjitha adhurimet, ibadetet që i kemi kry gjatë këtyre ditëve dhe do t'i krym të jenë të pranuara të Allahu Azza wa Jall. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.